girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Fiori Dardhavelo Zanaradi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Bum. Hëmë Rozi. Si më kalove fundjavën më i Fjorja, o qona hëmë. Gjërin se di si jam, nuk më ka dal ende efekti të premtes. Se që bërët premten Pastaj e shtuna ishte akoma më intensive. Po ti si ka kalove fundjavën? Po mirë, a isha me Përveç faktit qunat, që- dolëm me montin dhe me gimin. Ande ka liqeni me siguri. Po që Po me politikën je njohur pak gjatë fundjavës, se ti e di që me lumi politikën- fle dhe politika s'fle. Ta kam lënë Apo ty jo? këtë profil. Po pse moj? Janë interesant Ne shumë. jemi të rinj, duam të jetojmë jetën, unë me këta dy E djemë si duam pëllumba. jetën Dajnalini të jetoj. Nuk po kalojmë në stonatur, se pastaj Zëri, cop. tek politika. E kemi Rozi tek politika. Do thuash ti, ç'ka ndodhur? Asgjë. E kam pas pushim dhe këta, qëtu Jo, vjene dhe është... pushim pas, se zdo. E ke dëgjuar ndonjëherë atë shprehjen ti se kryeministri ynë e përdor shpesh. Kë shprehje? Si thuhet, u mbars mali dhe polli një mi. Një mi, Ha, se se e gjeta gjeta mali që ka mali 7 zanë dhe nëse di kemi. Po kur ka filluar të pjelli Se ke mali? dëgjuar kryeministrin kur e thot? The mountain got pregnant and the mouse was born. U mbars mali dhe polli një mi, thot. Ajde minja, mali. Kushe di si ja ka vën emrin. Po lore tani, se do rrim të filozofojmë edhe për emrin e miut, por ti çfarë gjuhë ngjet përgjithsisht? Unë flas pak çobançe, por me tekst të kulluar. Ju motra tona vlehe, ti e di, kështu e flisni, mire ngisni. Të ndjekim pak se si përkthehet në disa gjuhë të botës, se si i thonë ndërkombëtarët, se si e përkthejnë këtë shprehjen tonë popullore, u mbars mali dhe polli një mi. Vetëm një. Të ndjekim pak se si bën në italisht kjo shprehje, ë? Magari. Dhe nga kush do ta dëgjojmë nga goja e shefes së politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, zonja, Kur zonjë? ajo moj Bojallesha, Moj kush je? me flok të verdhë. Po Federica me Federica, po Mogherini moj Mogherini. Frederica. Me zonja Frederica. Po pse ti mendon që nuk e ngjet gjermanishten mirë edhe komisioneri për zgjerim? Ashtu, a? Johannesi. E flet Johannesi, Ja, a? dhe zotin Han, ta ndjekim Aha, pak. ta dëgjoj mirë. Si e përktheni ju shprehjen e kryeministrit ton? One thing I have to underline that we have a say in Albanian. I don't know how good I am in translating it, but it goes like the mountain got pregnant and the mouse was born. So this looks for the moment to be this law that has served a lot to make clear and transparent that what was told to be a pregnant mountain was just a mouse. Thank you. Does exist in Italian. It's La Montagna Partorito un Topolino. I cannot translate it better in English. I'm sorry about that. Way in German we would say the mountains have circulated. I don't know how this is possible, but the mouse was born. Yeah, I don't know. Sometimes even Germans are very have a lot of fantasy. E dëgjove! Bë miu ndërkombëtar. E mirë. E dëgjove italishten e kulluar të Mogherinit. La montagna. A partorito un piccolo topolino. Un piccolino topolino. Pa edhe zoti Johannes Han, aman. Taj, me ato maja, ripa. Një herë, po një herë jo. Një herë ndoshta, po e tha. Mohan. Dhe ne që mbetëm me anglishtën tonë, dalim dhe në televizor, po si me se një qik seder, nuk na vretin qik jo ndërgjegja, kemi Po na mbetur polli ende. profesori joni anglishtes një minë, edhe nuk e mësuam. Edhe ne mbetëm te the dog is under the table, but the table is on the floor. Dhe këtë e kam mësuar fundjavën e shkuar që ta This is the pictures.
E tani Ros, do të kalojmë tek një problematik, sepse ne jetojmë në një vend ku problematikat nuk mungojnë. S'mungojnë, po ka lezet, çdo ditë nga i problem. Po, dhe nga ato problemet që nuk të shkon mendja. Po të shkoj mendja, nuk që mund të ekzistojnë probleme në këtë ato. vend. Ja, për shembull, do të shkojmë tani në Universitetin Aleksandr Xhuvani të Elbasanit. Ke qenë ndonjëherë në Elbasan ti? Ke qenë patjetër. Kam hëngrë ballokume atje poshtë universitetit janë. I çaj. Ballokumet i çajnë Elbasanit. Ballokume thonë apo ballokume? Ballokume, moj ballokume. Gjuhën time unë çobançë të Po, kulluar. sigurisht. Se do thuash ti, çfarë ka ndodhur në Universitetin Aleksandr Xhuvani të Elbasanit? 10 studente, pra 10 vajza, kanë mbaruar në vitin 2013 bachelorin. Pra, 3 vite me zimyla. Bache, po. Qa do me thonë kjo bachelor të keqe ma spjegoj që 3 vite studimi për gazetari. Dhe pasi mbaruan për gazetari, ato e pan të arsyeshme që të vazhdoni një master. Dhe thamë, për çfarë do ta bëjmë neve masterin? Për masazhatrice. Për mësuesi. Pasi u konsultuan, pasi pyetën, u i thanë që fare mirë juve mund të aplikoni dhe mund të jepni disa provime dhe më pas të kryeni masterin për mësuesi. Deri këtu jemi okej. Mbaruan studime 3 vjeçare për gazetari dhe sa mirë thua që i shkoj mendja për të vazhduar studimet për mësuesi, se mund të kishim edhe rivale sot, e kupton? Mirë. Mund të ishin në vendin tonë. Por u shkoj mendja që të vazhdonin masterin për mësuesi. Pas i dhanë disa provime, vazhduan masterin dhe pas masterit vjen koha e stazhit. Dhe këtu lindën probleme. Këtu lindën probleme, do thuash ti pse. S'donin ato të shkonin në zbor. Jo, masteri që keni bërë juve nuk përputhet me profilin që keni mbaruar. I thanë atje. Ja, ndishni pak se çfarë ka ndodhur me këto 10 vajza studente. Kam udhëtuar drejt qytetit Elbasanit dhe ndodhem konkretisht në Universitetin Aleksandr Xhuvani, së bashku me vajzat të cilat kanë përfunduar 3 vjeçaren për gazetari dhe masterin profesional, gjuletërsi, orientimi mësuesi. Menjëherë pas përfundimit të masterit kanë dorëzuar në drejtoritë rajonale arsimore përkatëse dosjen për të filluar stazhin, por një gjë e tillë ju është mohuar duke i cilësuar si jashtë profilit. Ky kalim na është lejuar nga universiteti, nuk kemi asnjë probleme. Mirë po, kur vjen puna tek stazhi, ne hasim probleme. Kemi bërë, duhet të theksojmë se kemi bërë dhe provime shtesë sa i përket gjuletërsisë. Jemi interesuar në sekretari që a lejohet, a është e mundur, do me thonë, ky kalim nga gazetaria në gjuletërsi. Sekretarja më ka thënë që do pyes dekanin, edhe pasi kam folur me atë, nuk, do me thënë, më është lejuar, nuk kam hasë probleme. Diplom master profesional, mësuesi në arsimin e mesëm të ullët për gjuhë shqipe dhe letërsi. Ndërkohë që kjo diplom është shumë e bukur në qoftë e sheh, por që dele pavlefshme për ne. 750.000 është taksa e universitetit, ka qenë momenti që ne jemi regjistruar në 2013. Librat, shpenzimet e tjera, por e lëmë njanë, ne njanojmë pjesën e shpenzimeve ekonomike, ne përkushtuam kohë këtij masteri. U përkushtuam duke menduar se do merrnim një profesion. 5 vite studime nuk mund të shumëzohen me zero. Ankesën e vajzave studente, siç na e thanë edhe vajzat, kishin mbaruar studimet 3 vjeçare për gazetari, më pas kishin menduar që të kryenin masterin për gjuletërsi me drejtim mësuesi. Nuk i kishin nxjerrë asnjë pengesi, kishin thënë që patjetër që juve mund ta kryeni këtë master, kishin paguar 750.000 lekë të vjetra çdo vit për masterin, kanë dhënë të gjitha provimet që duhen dhënë dhe në momentin e stazhit janë ndeshur me këtë problem të madh. Pra 5 vite studim, baras me 0. Zero dhe ta mendosh 0 me bish, me 6-0 nga mrapa. Të ishte me puna ime pa diplom, jep mësim pa diplom. Ç'të duhet shkolla kot? Ja, këtë shembull duhet japësh Rozi, këtë shembull. Apo do të na ndjekin jemi fiks në orën 19, na ndjekin të gjithë fëmijët kudo që ndodhen, kështu që këtë shembull je për të flasim gjatë publicitetit bashkë se çfarë duhet të përçojmë tek teleshikuesi. Ne do të rikthehemi në studio me të njëjtën problematik pas pak.
çuna, bravo çuna. Bravo Edhe çuna. Rozi që va bëri fiskulturën mua. Ka qenë çike ftohur Fiori. Unë me Rapidol S në dorë. Dhe nuk po më kalon, që s'po më kalon kjo viroza që pas ka qenë flam dhe sa mirë që më vjen në ndihmë Rapidol S, se ndryshe nuk do isha në punë sot. Edhe kam thënë shumë herë që o të hash pejman, që të rregullohesh ose nuk ka shërim për të merrni çuna. Ashtu jam e pashpeshtë. Por unë i kam vënë një qëllim vetes që jo vetëm të konsumoj pejman, por deri në fund të sezonit të mësoj patjetër dhe piruetën që bën Majlajdo. O e mësoj deri në fund të sezonit. O mos më thon që Fiori Tarda. I kam vënë qëllim pirueta se do rish në tavolinë kështu pastaj. Që e ngrirë, ose të mësoj sparkatën një herë, mëse kam shanse? Po çdo që duhet sparkata. Elastike jam shke, ende si kam bërë 40, aty rotull jam. Si e thyrë në mesje. Po, pra, rofsh, ja, kështu flitet për kolege në televizor, kështu shprehet dashuria. Tani, e mban mend ku e ndërprem pjesën e parë të emisionit të Rozit? E mban mend ato 10 gocat. Po që u desh, po çdoni me shkollën ju, çdoni. Pa hapni një biznes privat, kot, po keni shkollën e jetës. Pra, pjesën e parë të emisionit ne e ndërprem pikërisht në momentin e ankesës së 10 vajzave studente që kishin mbaruar studime 3 vjeçare në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan. Atje takuam kë do thuash ti? Njeriu me top. Rektorin e universitetit. Zotin Skënder Topi. Do më thënë mësuesi. Dhe kur ka ardhur puna që kanë dorëzuar dokumentat në drejtoritë rajonale etj. Nuk ju njeh sepse janë jashtë profilit. Po të bësh në ministri, nuk është punë universitetit kjo. Pse nuk është puna e universitetit? Po nuk është sepse nuk merremi ne me njohjet. Përse ky universitet ose ndoshta është edhe për gjithë. Ti po kërkon llogaritësh që do dash për jashtë. Pse dal për jashtë? Je po të flet me këtë gjuhë. Figat e ti. Një sekond. Tani. Vazhdoni zbriti poshtë. Zbriti poshtë. Një sekond. Zbriti poshtë tani se s'kam kohë. Hajde, ndajmëron dhe ti japun përgjigje. Ti japi struktura për kacë. Hajde zot. Për një sekond. Pse duhet të bësh master? Pse duhet bëhet një master kur nuk e Mi nxjerr për jashtë këto. Shkojnë ministrit ja i përgjigje, nuk është puna jonë. Nuk e ka ministria masterin, e keni ju masterin. Përse duhet bëni një master ndërkohë që ministria nuk e jep more zotre? Janë 10 student, 20 student, nga 750.000 lekë vitit përse? Që nuk po tashu. Hajde, folu poshtë. Po nuk është zgjidhje kjo që unë dal poshtë, të ike. Hajde, për jashta. 5 vjetë ju dashni në sjarime. 0. Për jashta. E çfarë ka këtu për tu çuditur? Se nuk e kuptoj fare. Çfarë ka këtu? S'ka këtu asgjë për tu çuditur. Unë e kuptoj që ti ke atë ndjenjen e solidaritetit. Kur thotë jo e ka thënë shumë mirë zonja Topalli këtë, e ka thënë shumë mirë. Unë e kuptoj që ti ke atë ndjenjen e solidaritetit me Domenikën, me gazetaren ton, por në fund të fundit rektori nuk mund të merret me kështu gjërash. Jo me buskaj, se luan topi, të merret rektori me këto gjëra. Janë probleme tepër minore për tu marrë rektori. Nuk mund të merret edhe me një problem gati të papërfillshëm me rektori i universitetit. Esmor djalë për jashtë. Edhe gazetarët kanë gabimin e tyre, Rozi, sepse duhet të dinë ku të drejtohen. Le të shkonin pranë rektoratit dhe pyetet sekretaria për këtë punë. Pse duhet shkojnë direkt te rektori i universitetit? Unë se kuptoj. Se e kemi gjetur. Po normal, tani ke një problem ti, nuk të punon pompa pallatit, shkosh direkt te kryeministri. Tani më thuaj pra. Ose nuk paguan komshiu lekë të ashensorit, do shkosh direkt tek presidenti te zoti Mishani. Po jo, moj zoj, po ne të kapim personazh të nxjerrin për jashtë. Po sigurisht, po ka hierarki moj ti që duhet të respektuar tani. Të rrimsh. Si thot ajo shpreha jote, që është dhe e popullit, të rrim shtremat, ja këtu. Ashtu, edhe të flasim drejt. Në këtë rast, unë jam me rektorin. Nuk mund të merret rektori me çdo lloj problemi që ka universiteti. Kaq edhe pik. Dhe në fund të fundit, ja ka deleguar problemin që neve i çuam si redaksi, ja ka deleguar kujt do thuash ti? Kujta delegove? Në sekretariatit të universitetit. Dhe më konkretisht për këtë problem ka folur zoti Bujar Muarremi. Ta ndjekim pak, atje duhet shkonim që në fillim edhe po zoti Bujar na falni se do të vinim te ju. Ndjekim pak zotin Muarremi çfarë na ka thënë.
Nuk jam intervist, do sqarohesh individ, pastaj flasim herë. Okej, mos sqarosi. Ligji ka dalë në 2015, ligji i ri për arsimin e lartë. Dhe ky ligj shprehmisht thotë që mastrat duhet të jenë në vazhdimsi. Dikur ka qenë që kishte një farë fleksibiliteti. Domethënë ju që vishit gazetaria, i jepshit ca provime shtesë, e me radhë dhe ju futsin atje. Më flisni për ligjin etj. Në momentin që ky ligj doli, këta studentë kishin përfunduar nëse flasin për këtë pjesën. Këta studentë ku do shkojnë? Se universiteti ja dha mundësim. Ju, si universitet, me ministrinë, keni ndonjë lloj komunikimi që i thoni ne nxorëm kaq student me këtë lloj forme? Ku do përfundojnë këto studentë? Ne komunikim me ministrinë kemi se i nxjerrin të kësaj natyre. Ministria ka rregullat e veta, domethënë, është një ndryshim i pjesës gjatë lojës. Është një ndryshim i pjesës gjatë lojës. Vetëm për mastrat e mësuesisë e ka që duhet të ketë vazhdimsi. Dhe kjo ka ndodhur në 2015. Jo, edhe më përpara, domethënë ligji i arsimit para universitar e kërkon që Po pse e lejuar atëherë, nëse kjo ka qenë më përpara? Si e ka kërkuar, mos ma kërkuar mua. Si e lejuar që ta studentë të vazhdojnë në këtë drejtim? Domos mund t'ja përgjigje për Kush do të japë universitet. këtë përgjigje? Ato që unë po them që ky është kushti. Aspekte teknike të këtyre gjërave e merren në fakultet. Populo komisari ishte loja! Pra po kjo ishte loja, unë kam një fan spathi, që po duket se je ti. Një çup maç. Majkëshu, priti me... O moj. Se mos ka beri, në? Ja, ishte atë, more. Ti hoqa dy. Pra, ja ku duhet shkonim që në kryet e herës, duhet shkonim tek sekretari i rektorit. Si ndryshoj to rregullat e lojës? Po ka ndryshuar ligji. Një është sulmues, një është portier, tash o ndajnë këto rregulla, mos fare. Jo më ne sqaroj tamam, në vitin 2015 ka ndryshuar ligji dhe ti nuk mund të kapërcesh nga njëra dek te tjetra. Si bën këto lojra kështu? Prit, më sa më bëre lëmsh. O Fiori, sekond, lutem, një sekond, ta shpjegoj unë tash. Tash do fillojmë, një sekond, fillojmë lojën, i saktojnë gjanat. Si gjithoni nga Vlora vër në ujë. Pikërisht. Si gjithoni nga Vlora vër në ujë. Ose... Zoti kryeministër. Vrim në ujë, themi ne. Vër i thoni... Vër i themi ne nga Vlora, vër. Mire the zoti kryeministër, vër në ujë kanë vër. Edhe nga ato vërat me rrrr të madhe. Sa mirë e artikuloke këtë rëndimoj. E kam fiksim atë vërën e ujë që bëhet. Dhe vërtet, kemi të bëjmë një vërë në ujë, sepse janë ndryshuar rregullat në mes të lojës. Dhe kjo është e patolerueshme, do thuash ti pse është e patolerueshme. Po këto vajzat e kanë filluar masterin në vitin 2013. Dhe e kanë baruar në 2015-ën. Tani, i teket shtetit shqiptar të ndryshoj ligjet, edhe i nxjerrë në mes të rrugës. Po, ka që vete Po mirë, ato 5 vite, si i thonë, 5 vjet investim. Dhe nuk është vetëm investim fizik, shpirtëror, emocional, është investim monetar. Mirë sa vjetë që janë ato, se njerëzit e kanë fillu shkollën 70 vjetë, s'ka një problem. Po, ka plot. Po, kur do dalin në jetë këto vajzat, apo s'ka problem, mos ta bëjmë muhabet me gjithë? Në jetë mund dalin dhe pa shkollë, se gjithë pa shkollë i ke që kanë dalur jetë. Shkuam në fakultetin e gazetarisë. Çfarë na thanë atje? Ta ndjek. Pra rregullat kanë ndryshuar në mes të lojës dhe duket se paqartësitë lidhen me ligjin e ri të arsimit të lartë i hyrë në fuqi në shtator të 2015-s, ndërkohë që studentët kishin përfunduar studimet e tyre në masterin profesional në mars të këtij viti, duke bazuar në ligjin e vjetër të arsimit të lartë, që linte hapësira dhe krijonte fleksibilitet për të vijuar masterin edhe kur nuk ka vazhdimsi të profilit. Ndërkohë që ligji i ri i arsimit të lartë nuk e lejon një kapërcim të tillë. Pra mund të themi për këta student të diplomuar me ligjin e vjetër dhe të penalizuar për stazhin me ligjin e ri të arsimit të lartë. Për të kërkuar përgjegjësin, emisioni Bumi drejtohet Departamentit të Gazetarisë në Universitetin Aleksandër Gjuvani, nga ku na thuhet se gjithçka është kryer konform ligjit. Derisa unë e njoh si universitet që studentit kaloj nga gazetaria në mësuesi, sepse është departament i letërsisë dhe i gazetarisë, pra i ka të drejtë që brenda diplomave që japin me si departament, me vendim që merr departamenti për të kaluar në mësuesi, ai hyn. Në parim ata duhet hynë në sistemin e mësuesisë, në parim, atë që kanë zgjedhur. Ato kanë drejtë që vitin e stazhit ta kryen, se kanë hyrë në sistem, ta kryen. Për mua si juriste kanë të drejtë ta kryen. Pra, siç na tha edhe zonja Elvira Lumi, përgjegjëse e Departamentit të Gazetarisë,
Vajzat kanë të drejtë, sepse ajo e nje i ka lejuar vajzat që të vazhdojnë masterin për mësuesi, se në fund të fundit ashtu ishin ligjet në atë kohë dhe kishin të gjithë drejtën e botës këto vajza që të ndishnin masterin për mësuesi. Tani se ndryshojnë ligjet edhe rregullat e rrugës, ky nuk është problemi as i studenteve, as i zonjës që është përgjegjëse e departamentit të gazetarisë. Kanë problem këta? Por ne nuk e lamë kaq. Shkuam dhe takuam dekanen e fakultetit. Ja, të ndjekim pak çfarë na thon. Dhe vim në hallkën e fundit të universitetit në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, aty ku kryen dhe masterat profesional. Takojmë zonjën Valentina Gjymeri, e sapo emëruar dekane e këtij fakulteti. E vendosur përballë studentëve, ajo shpjegon se gjithçka është referuar ligjit të arsimit të lartë të vitit 2012 dhe udhëzimit numër 14, datë 3/4/2008 i ish ministrit Genc Pollo. Ajo konfirmon se diplomat e lëshuara nga ky fakultet janë të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Më falni, si jeni, si kaloni? Marr pak nga koha juaj për një pyetje, ju lutem. Institucioni, në kohën kur ju keni aplikuar, në kohën kur ju jeni regjistruar, ka pasur në tavolinë një udhëzim të posaçëm, ka pasur ligjin e arsimit, jo këtë të riun, ka pasur të vjetrin, pra të 2012. Kështu që ne kemi vepruar në atë kontekst dhe diplomat tona nuk janë prodhuar a priori, sepse emrat tuaj, në momentin që regjistroheni, bazuar në të gjitha vendimet të përputhura me ligjin dhe me udhëzimet e posaçme, ato delegohen në zyrat përkatëse të Ministrisë së Arsimit. Dhe ju merrni një numër matrikullimi. E keni marrë juve një numër matrikullimi? Atëherë, pra, ne si institucion ofrojmë shërbimin e arsimit të lartë në programet e studimit konform ligjit dhe rregullit. Në momentin kur ti aplikon, është vlerësuar programi bachelor, përmbajtja e programit, janë identifikuar lëndët të cilat janë të domosdoshme për të vazhduar dhe për të diplomuar si mësues i gjuhës dhe letërsisë. Dhe është dhënë okay. Dhe është dhënë okay nga komisioni dhe departamenti e paraqitur këtë gjë dhe janë renditur lëndët plotësuese. Dhe këta mund të kenë 4 lëndë ose 5 lëndë plotësuese. Është parashikuar. Në atë rast kështu është parashikuar me ato program studimi që kanë aplikuar atë vit. Mësove gjë nga rektori i Universitetit Aleksandër Gjuvani? Ja ku i kam durët, digjon, kontrolloni. Ndonjë gjë të re, mësove nga sekretari i rektorit? Asnjëherë. Po nga përgjegjësia e departamentit gazetarisë? Për zotin s'kam prek asnjë gjë me dorë. Po dekania, të tha gjë? Jo, nuk ishte për vizitë nga gjyshja. Morën ndonjë zgjidhje këto vajzat deri tani, se ne i kemi ndjekur të gjitha. Jo, nuk prek asnjë gjë. Ja ku jam. Pra shkuam te rektori, te sekretari i rektorit, te departamenti gazetarisë, te dekania, shkuam te përgjegjësia po nuk dim gjë më i motër, ja duart, ja. Po ndoshta në Ministrinë të Arsimit edhe mund ta di ndonjë gjë që e marrë mira e marrë ministrin. Moj, po për kohë të gjyshes nuk di gjë më, ja duart. Ende e ke gjyshen time? Po me kam gjalla ashtu e pak me jetë, 105 vjeç u bëfto, zoti mat, po të ndjekim pak çfarë na ka thënë zëvendës Ministri e Arsimit zonja Nora Malaj. Emisioni Bum kërkon të gjejë një zgjidhje për këta studentë dhe për këtë arsye drejtohemi Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, duke takuar zonjën Nora Malaj, e cila na shpjegon që kjo kategori studentësh nuk penalizohen nga ligji i ri i arsimit të lartë i vitit 2015, por nga ligji i sistemit parauniversitar i vitit 2013. Në ligjin e arsimit parauniversitar qartë dhe sakt thuhet: një mësues të ushtrojë profesionin e mësuesisë duhet të ketë mbaruar sistemin bachelor, sistemin master, të ketë bërë një vit praktikën mësimore, të ketë marrë licencën e mësuesisë dhe pastaj të kalojë në portalin e mësuesve të Shqipërisë, pastaj të ushtrojë profesionin e mësuesisë. Pra, rasti konkret i studentëve të Elbasanit? Rasti konkret i studentëve të Elbasanit ka këtë fokus punësimi. Këtë fokus punësimi që nuk ka lidhje fare me mësuesin. Po ajo diplomë që është marrë? Po ajo diploma që është marrë nuk të humbet. Ne jemi në konfuzion shumë të madh tek ligji i vitit 2015. Nuk ka lidhje me 2015, ka lidhje me 2013. Ke viti 2013, pra këta studentë që kanë mbaruar në 2010-ën, apo 2011-ën, apo 2012-ën, sistemin bachelor, dhe kanë bërë zgjedhjen e tyre e kanë ditur shumë mirë që në 2013-ën ligji është përcaktuar kështu. Përse ju është lejuar këtyre studentëve që të bëjnë këtë lloj masteri? Sepse procesi i Bolonjës ta lejon të bësh master të ndryshëm sipas profilizimit tënd. Këta tregun e kërkesë ofertës e kanë.
o në teren, o në institucionet që merren me politikat arsimore, po jo në procesin mësimor, pra nuk japin dot mësim. Një duartrokitje për zonjën Malaj, që normalisht nuk përpoqët që të na sqaronte edhe të na binte se në fundit duhen respektuar ligjet që janë në fuqi, pavarësisht se, siç na tha zonja Malaj, vajzat sot për sot nuk mundet dot që të ushtrojnë profesionin e mësuesit, siç kanë diplomën, por mund të jenë gazetare, mund të jenë gazetare kështu, gjysmë gazetare ose eksperte arsimi. Çfarë mund të bëjë një eksperte arsimi, për shembull? Të operon. Ashtu dhe, e bën dhe këtë. Pra, rektori i universitetit na thot, jo. Se luan topi. Ashtu dhe. Tek departamenti i gazetarisë na than, po, kanë të drejtë ato vajzat që ta bëjnë masterin për mësuesi. Ndërkohë që të gjithë këtë vullën ja vë Ministria e Arsimit në fund fare, të gjithës dhe thot, po, e kanë diplomën, por diploma për momentin duhet tharës, është pak e lagur. Shëno apetin. Ashtu dhe, morali i fabulës është 2 pika. Rektorati thot, jo të madhe, nuk duhet të ishin lejuar këto vajza të vazhdonin masterin për mësuesi. Ashtu dhe. 2. Departamenti i gazetarisë thot, po, këto vajza, si pas ligjit të vitit 2012, duheshin lejuar të vazhdonin masterin për mësuesi, siç edhe kanë bërë. 3. Ministria e Arsimit thot, këto vajza vërtet janë diplomuar për mësuesi, por nuk mund të ushtrojnë profesionin e tyre të mësueses me këtë diplom, por mund të bëhen thjesht eksperte arsimi ose gazetare. Gazetaria ka edhe të mirat e saj. Se ti mund të bëhesh njëri... Për i dhënë fund, për mes një drejtësie drejt, pa drejtësisë së kthyer në sistem. Për i dhënë fund, për mes një drejtësie drejt, pa drejtësisë së kthyer në sistem. E kuptove? A thash që është e hënë sot? A thash që është e hënë? Të thash. Se unë gjërno. Buseraj, në la mia porta, që do të thë, poli mi o brapë. Ma vini dhe njerë ta të gjoj se hënë thash se mos nuk funksionoj vetëm unë, po unë që kam komplet. Për i dhënë fund, për mes një drejtësie drejt, pa drejtësisë së kthyer në sistem. More vëzhjeti? Mos në lavdroj gjithu? Në ka lavdroj. Këto sofizmat i kam fiksim në jetë. Bravo, zoti kryeministër! Ma vini dhe njerë se unë e kuptoj deri sa të them natën e mirë o s'ka. Edhe njerë të lutem, zoti kryeministër Aman. Për i dhënë fund, për mes një drejtësie drejt, pa drejtësisë së kthyer në sistem. Ashtu dhe, ke folur si burrat. Në fund të fundit, kjo është gjuha që duhet përdor një kryeministër. Faleminderit shumë që na ndoqët edhe sonte, ne do të shihemi sërish nesër mbrëma në orën 19:00. Mos harroni ritransmetimin e emisionit në orën 23:15 në Ora News. Shihemi nesër. Opa çuna! Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang